Pse Allah Gjelshanu po thot nuk I godet vetëm të këshirë. Po na paralajmëron edhe neve që po mundohem me qenë vepër të mirë, që kur të vjen dënimi Allah Gjelshanu nuk ka me I godit veç ata që kanë po keq. Nëse ti ke pas mundësi me ndryshua të keqe me dorën tone, me gjuhën tone, apo të paktën me urrejt me zemrën tone, atëherë në zemrën tone ka pak imani. Edhe pse kjo e fundit të pejgamberi alayhis salatu wassalam është imani I dot. Misioni yt është me ndryshu të keqen me dorën tonë. Çish bëhet kjo? Kjo bëhet përmes shtetit. Shteti e lum këtë rol. Njerëz që kanë kompetenca, që jo ti si individ me shkua dhe filonin po e shoh duke keq edhe tash me godit apo me përdor dhun ndaj tina. Nuk është e lejueshme prej teje. Mirë po shteti, ata që kanë në dorë ligjin, ata e kanë këtë mundësi me ndalu të keqen me dorën e tyre. Ndërsa e jona si njerëz, thjesht, si individ, është me përdor gjuhën tonë. Me ndryshu të keqen me gjuhën tonë, me këshillu njerëzit me u largu prej të keqes. Aisha radiallahu ta'ala anha e pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe thotë: "En nuhleku fina salihun?" A komendor që kena për ndëgjon këtë ajetin që e lexuam pak më herët, friksojnë në shkatrimit apo friksojnë të keqe që ka me ardhur dhe nuk I godet veç ata të këqit, po në mesin e tyre edhe ata të mirë të vonë, a kena mu shkatru edhe pse në mesin tonë ka të mirë, pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë, po nëse shtohet e keqja. Nëse shtohet e keqja, atëherë shkatrimi vjen. E keni po? Kur po ndodhen do dridhje tokës, do termete, do vërshime, do spikopimi që ata të këshit. Po më bëgjojnë për kora që aty pehan që atë harë. E keqja kur po vjen të prej Zotit Gjelshanu, apo dënimi kur po vjen prej Zotit Gjelshanu, nuk po vjen vetëm për ata të këshit. Termeti, një dridhje tokës e vogël edhe, çka po ka në atë rajon, po shkatrohet, dikush po vdes, dikush po lëndohet, mesin atyne që po vdesin, mesin atyne që po lëndohen, janë edhe njerëz të mirë. Ka edhe besimtar të mirë, ka edhe njerëz që kanë punu me ligjin e Allahut Gjelshanu. Mirë po, edhe ata po shkojnë si pasojë atij dënimi që ka dëgjuar Allahu Gjelshanu. Arsyeja është se ata s'po punojnë me ndalu të keqen. Ata s'po veprojnë me ndalu njerëzit prej të keqes, po janë pasiva, po janë ashtu të tjetën, për vetin mendojnë mirë edhe për tjetën nuk kanë vërtet se çka po ndodh me njerëzit tjerë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë e përshkruan jetën e njerëzve. Thotë jeta e njerëzve apo njerëzit në këtë botë I ngjojnë sikur një grup I njerëzve që kanë hyrë me një anije, që janë të lundruar me një anije, e cila është me 2 katë. Edhe këta njerëz që janë poshtë, kur po kanë nevojë me marr ujë, po duhet me u ngjit atje nalt, me u bë telashe këtyre grupeve që janë nalt, me lëshu litarët me kofët me litarët për inaltit me marr ujit, kështu që po është mundim për 2 parë. Edhe këta që janë poshtë mendojnë, thonë që hapëm një vrim, një birë në anije dikon, edhe e lëshojna kofën aty, dhe s'kem nevojë as me I bë telash atë grupin që janë nalt, po edhe na smunohëm mund gjite me shdrype sa na vjen uje. Dhe çka thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, nëse ai grupi që janë nalt e lejojnë një gjatë tillë, e lejojnë që këta poshtë me hap anijen, kur t'ja nis me hi uje, a fundosin veç ai kati por, a fundosin krejt anija. Kur t'ja nis me hi uje, nëse është hap vrima, atëre fundosin krejt anija. Krejt shkatërohen, jo veç ai grupi që është në katën e parë, po komplet ata autorë që janë anije shkatërohen. Kështu është jeta jonë. Me këtë shembull ka dosh pejgamberi alayhis salatu wassalam na tregu se jeta njerëzve është e tillë. Nëse ata që janë të mirë nuk ja zgjatin dorën, nuk I shtrëngojnë edhe nuk I ndalojnë këta të këqit prej veprave të këqija, atëherë 2 parë fundosen. 2 parë shkatërohen. Për shkak se këta që po veprojnë keq,
prej dijes apo me dije apo pa dije, po sjellin problemin edhe për këta që janë mirë. Edhe këta që janë dhe për mirë, këta që janë pozitiv, që mendojnë pozitivisht edhe veprojnë pozitivisht, këta duhet me ja zgjat dorën edhe me i ndalu ata njerëz cilët po veprojnë keq. Me u mundu që me i përmirësu edhe veprat e tyre, me i këshillu edhe ata që me u largu prej të keqes. Thot Allah azza wa jalla: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Thirr te Zoti yt apo fto për te Zoti yt me urtësi. Allah azza wa jalla i ka treguar ato shkollë se si duhet me qenë një njeri, jo veç hoxha, se misioni i thirrjes i davetit në Islam nuk është veç i hoxhës. Çdo njeri, çdo besimtar ka këtë mision. Veprat me të cilat veprojmë na janë mirë se si na ftojmë, çush ja paraqesin të tjerëve fen tonë. Çush ja paraqesin ne të tjerëve karakterin tonë. Prandaj Allah subhanahu wa këshillon thotë, ftoni te Zoti xhallashanhu me urtësi. Përdorni urtësinë kur thënë te Zoti xhallashanhu. Kur të thërni njerëz me u kthy në rrugën e drejtë. Kur të thërni njerëz me vepru mirë, përdorni urtësinë. Jo me shku me arrogancë, jo me shku me fjalë drona, me fys apo diçka. Mirë po me urtësi për me bind atë zotërinë që e ke përpara vetes që ti e ke keq. Për to kemi shembull shumë mirë. Allah pejgamberi alayhis salam thotë: "Merrni mësim prej meje, prej pejgamberit alayhis salam, e kur nuk është pejgamberi merrni mësim prej sahabëve. Apo drejtoni tek sahabët, tek shokët e pejgamberit, sepse ata janë mujna me qujt në zonësa studentat cilë i ka eduku pejgamberi alayhis salam." E kem shembullin shumë të mirë këtë rast dy nipat e pejgamberit Hasan e Husejnit, e shohin një njeri të më shumë të marrë abdes, po e shohin që s'po din me marrë abdes. Këtyre moshës ju kanë përzi senë, ti ka harru senë, apo si ka mësu kur, nështë ta u kom prej atyre që si ka interesu për të me mësu senë. Allah alem. Edhe me shku me i thonë plakit, miqë për që shkupojnë sot, subhanallah, që shpëndohë sot në troje tona, shumë prej njerëzve, sidomos ata që e kanë qu pak mjekër edhe po menojnë që feja o me të është mjekër. Si të shojnë dikon që po bën një vepër që faktikisht është islame, por nështë nuk është mënyrën e përsosne, e presin me fjallë këshia, e presin me arrogancë, sidomos moshën e vjetër. Dërsa këta nipat pejgamberit alayhis salam për na mësojnë me shku me i thonë plakit, s'po dishe me marrë abdes, preket plakit, e dhoa, se natyra e plakit është e tillë. Njeri kër e bën një mosh, nështë në përgjon atë kohë ta i dhoa. Se logjika tina fillon me u dobësu. Edhe nështë për kur gjoheq, po i dhoa. Edhe këta menojnë të me shku mi thonë plakit, atë mësojnë atë marrë abdes, ka e më konë shumë të ri, djemë të ri. është marrë me dalë para një flokit në atje të ri, me i thonë ati në hajtë të mësojnë ana. Mirë, po qka përdorin një strategji? Dojnë, aqë, jena lidh apo kena bo past, unë me këtë vlohën tem, cili po marrë më abdes ma mirë. Hajde që kënë atje. Hajde këshërë në atje dhe kalëzona cili po marrë më abdes ma mirë. Edhe, të të marrin abdes, qysh nga ka mësu pejgamberi alayhis salam. Në mënyrën qysh nga ka mësu pejgamberi alayhis salam. Floki vetë vetive kupton që e ka gabim. Thotë ju dët e keni mirë, po unë e kup nga gabim. Do në përdorin urtësi, këshillën e pashën e ka dhënë Allahu subhanahu. Ud'u ila rabbika bil hikma. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Fto në rrugën e Zotit xhallahu me urtësi. Të dytë e përdorin urtësi. E mësojnë plakun çysh do të më marr abdes, edhe pa u jetu heq plakun. Kjo është urtësia, kështu na ka mësuar pejgamberi alayhis salam të veprojmë na. Jo të shkojmë te njerëzit me arrogancë. Nëse kjo s'bën punë, atëherë thot pejgamberi, thot Allahu subhanahu wal maw'izati al hasana. Këshillat e mira. Këshillohet me fjalë të mira. Dhe në fund, wajadilhum billati hi ahsan. Nëse ka nevojë me bë polemik me to, me hin debat me to, zgjedhë formën më të mirë. El ahsan, nëse e përkthejmë shqip, është superlativja e forma më e mira ka thënë Allahu subhanahu. Zgjedhë formën më të mirë. Bën debat me to,
po në formën më të mirë, në formën të përsosur në qysh është. Jo me bë debat me to me fjala ofenduese, jo me debatu me to nëse ai të ofendon apo nëse ai ta shon fen tonë, ti më u nervozu dhe tash me lon ato. Sa ajo është xahela, është i paditën. Qëllimi i misionit jot është me mësu ato që s'din. Qysh me mësu, me përdor urtësinë, me këshillu, edhe nëse është puna me hyn debat me to, nëse dohet me debatu me to, me zgjedh formë se si duhesh me debatu me to. Jo me arrogancë, jo me fjalë të rënda, mirë po me ahsan që shka thonë Allah Zëshan në formën më të mirë. E ka përdor shkallën superlativ, që të regon se qëllimi është i njeriu të këtë jetë është që mos se shpëtoj veç vetën, mos e nxjerr veç vetën prej zjarrit apo prej dënimit të Allah Zëshan po mundohet ta ndryshojë edhe gjendjen e komunitetit, gjendjen e atyre që e rrethojnë në tina. Për ata Allah Zëshan thotë Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu nuk e ndron, nuk e ndryshon gjendjen e një popullit përderisa ata nuk e ndryshojnë vetveten. Përderisa ata nuk fillojnë prej vetvetes, me ndryshu veten edhe me reflektu të tjerë. Allah subhanahu kur flet për dënimet që do t'i zbres ato, thotë Allah subhanahu një ajet Allah Zëshanu nuk do t'i dënoj njerëzit përderisa në mesin e tyre ka njerëz që ftojnë mirën. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. E ka përdorur këtë fjalën muslihun, që do të thonë ftues mirën. Ka mujt Allah Zëshanu me thonë salihun, që do të thonë derisa ka njerëz të mirë to. Po jo. E ka përdorur formën derisa ka njerëz që ftojnë të mirën. Sepse misioni jot është me ftu të mirën. Nuk është vetëm me vepru të mirën, po me i ftu edhe tjerë me vepru të mirën. Për ata, nëse në mesin e njerëzve, në mesin e popullit ku jeton, ka njerëz të cilët ftojnë për të mirë, të cilët mundohen që edhe tjerë me i shti me bëj vepra të mira, atëra ai popull, ai komunitet është i mbrojtur prej dënimit të Allahut subhanallahu. Jo pse ata janë vepër mirë, po sepse ata po ftojnë të mirën. Sepse ata po mundohen me i ndalu njerëzit prej veprimit të keqes. Për ata, misioni jonë në këtë jetë është jo vetëm të veprojnë mirë, po t'i ftojnë edhe tjerë që të veprojnë edhe ata mirë. Po dikush mund të më thonë, a ka ndonjë shembull se zakonisht temat kur flitet nëse s'vim shembuj, janë pak të mangëta. Surën Yasin e lexojmë, thuja se çdo ditë apo çdo muaj apo çdo javë për të tekun e për të gjallë e lexojmë shpesh. Mirë po, qëllimi është me marrë mësim prej saj. Nuk është qëllimi vetëm me lexu Kur'anin. Nuk është qëllimi vetëm me lexu Kur'anin edhe e kryta punën tënde. Me marrë mësim prej saj. Për ata sahabët e pejgamberit alayhis salam kur e kanë mësuar një ajet që ka zbrit prej Allahut subhanahu në kohën e tina, nuk e kanë mësuar vetëm për mendje edhe me lexu. Mirë po, e kanë mësu për menç, e kanë lexu ato edhe kanë vepru me to. Kanë marrë mësim prej tina. Për ata, qëllimi jonë është me marrë mësim prej Kuranit, jo vetëm me lexu Kuranin. Dhe sot, nëse hym në internet i gjojmë me qindra apo me mija njerëz që e lexojnë Kuranin. Kanë zonën e bukur, ja ka dhënë Allahu subhanahu këtë dhunti, e lexojnë mirë Kuranin, edhe i gjojmë me qindra apo me mija. Mirë po, qëllimi është me marrë mësim prej Kuranit. Në surën Yasin Allahu xhallahu në fazën e dytë thotë bërja një shembull njerëzve kur Allahu xhallahu me një qytet prej qyteteve kohët më hershme i ka dërguar dy pejgamber. I ka dërguar dy pejgamber, po populli që kanë qenë aty si kanë besuar ata dy pejgamber. Allahu xhallahu e ka shtuar edhe një, i ka bërë tre. Pra populli si kanë besuar pejgamber të Allahu xhallahu. Në mesin e tyre nuk ka një njeri. Dhe përshkon Allahu xhallahu وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Prej funit qytetit, prej funit vendit, ardhi njeri. Edhe ju ka drejtu popullit vetë, ju ka thonë, o populli jam, ndëgjone apo pasoni pejgambert e Zotit. Pejgambert e Zotit ndjekni mësimet e tyne. Ata, Allah xhallahu i ka dërgu për me juftu juve në rrugën e drejtë. Për me jam tregu juve ju rrugën e drejtë. S'po kërkoj shpërblim për juve, shpërblimin e kërkoj për Allah xhallahu.
Me këtë shembull, po du me thonë që edhe misioni yt, qëllimi yt është, nuk është se thonë tash krejt me konë hoxhëllar, ose krejt me ditë me majt ders, ose krejt me njoft fejen e Allahut xhaleshanu. Mirë po, qëllimi yt është me ftu njerëz. Po njerëz, hajde shkojmë në xhami, hajde të shkojmë të ngojmë hoxhën se e konë në ligjërat sot. As po ju parë për to. As po ju kërkon juve me bëj diçka të veçantë, me ndëgju, me mësu fejen e Allahut xhaleshanu. Po ja mëson fejen e Allahut xhaleshanu. Prandaj misioni jot është ky, me i kap njerëz për dorë edhe me i pru në xhami. Nëse jo në xhami, se dikush ka frit për xhami, si të përmendet jam në xhami, mendon se aty janë bumat, aty janë municion, aty nuk di çka kanë. Një zyre në dikun ku flitet për fejen e Allahut xhaleshanu. Nuk është e fara veç në xhami. Sahabët e pejgamberit alayhis salam e kanë përdorur xhamin për çdo punë, jo vetëm për ders. Mirë po, edhe rrugët, edhe vendet ku kanë shku ata, i kanë përdorur për ders, për me këshillu njerëzit, për me mësu njerëzit në rrugën e drejtë. Për ata e gjejmë Islami i cili është përhap në vendet e Aziz. Shumica prej tyre është përhap prej tregtarëve musliman që kanë shku me pa tregti atje, prej sjelljeve që i kanë pas ata. Edhe sjellja jote është ti jetë rrugën e Allahut xhaleshanu. Edhe sjellja, mënyra se si ti punon me njerëzit është ftesë për në rrugën e Allahut xhaleshanu. Allahu xhaleshanu e bën edhe një shembull interesant në Kur'an. Në shtomën e shkullën me thonë, kush na i morën në ders si morën me grupin e kopën për shtos për insekte. Mirë po, Allahu xhaleshanu i ka zgjedhur disa insekte. Ka disa sure që Allahu xhaleshanu ka dhënë emrin e insekte. Surja Marimon, se ka qenë Allahu xhaleshanu, surja Bubrecit, për cilën shembull që do ta vim tash, ka për Bubrecit. Një insekt shumë i vogël që na se vlerësojmë hiç. Nuk ja dim vlerën asaj krijese. Sa është shumë e vogël edhe shpesh as me sy nuk e shoh. Mirë po, kur Sulejmani alayhis salam ka kaluar në ushtrinë e tij në për një fshat apo në për një qytet, edhe në atë vend ku ka kaluar Sulejmani alayhis salam me ushtrinë e tij, ka pas shumë bubreca. Ka pas vend banim bubrecave, edhe njëri prej atyre bubrecave është dorë, edhe i ka thirr bubreca tjetër. Allahu subhanahu përshkruan këtë ngjarje në Kur'an. Na nuk mund me kuptu gjuhën e tyre. Sulejmani alayhis salam i ka kuptuar edhe këtë gjuhë. Mirë po na nuk i kuptojmë. Edhe pse na si kuptojmë gjuhën e tyre, ata komunikojnë mes vetes. Në çdo krijesë, çdo kosh, çdo insekt që ka kriju Allahu xhaleshanu komunikon ndërmjet vetes, ka gjuhën e vet me cilën mirët vesh. Nga i bubreci, po i thret bubrec atje, po i thot ekne, largono se po kalon Sulejmani me ushtrinë e tina, e mos që shkelin me ju myt, pa e dit ata, pa e po. Që ndodh shpesh na këto ecë rrugës nuk i shohim se avion shumë vogël, edhe kemi mundësi me i shkel bubrecat. Qëllimi jonë është nuk është se për të tregoj këtë rast, nuk është se na duhet tash me i rujt bubrecat, me shkel me shqyp ku ka qesin kongë. Mirë po, qëllimi është çaj bubreci njën, që ka dole dhe i ka ftu bubrecat tjerë, që i ka paralendru bubrecat tjerë, ai ka kry misionin e tina. Allahu xhaleshanu ka pru këtë shembull me na mësu neve. Po jo njerëz. Bubreci, si bubrec, e ka lujt misionin e tina me shpëtu komunitetin që ka jetu në to. E ti, çka po bën ti? Apo mënohesh ti me i pështu njerëzit tjerë? Apo mënohesh ti me ndryshu gjendin e njerëzve tjerë? A ke vepru një herë? Apo fakten, a ka shku menja një herë me bo një vepër që kishme ju sjell do bi komuniteti, që kishme ju sjell do bi njerëzve? A ka shku menja një herë që ti e ki qëtë mision për qëtë qëllim ka kriju Allahu xhaleshanu? Për qëtë pun ka kriju Allahu xhaleshanu, që ti me konë bëmirës, që ti mos e shkaktu të razira në tokë, me ndërtu tokën, me ngrit tokën, me zbukuru tokën, kjo është qëllimi. E qysh e zbukuron ti si një individ, a mund është me zbukuru? Sa do me qenë mirë, sa do me qenë vepër mirë, si një njeri s'kes mund është me bëku gjë. Mirë po, nëse i mbledh edhe ata tjerë, nëse i fton edhe ata tjerë, edhe boni një grup, atëherë, ati grupi, dita ditë shkojnë të jushtu njerëz. Dita ditë shkojnë të u bashku njerëz. Se shohin që punë që po i bojnë ata po kanë sukses.
A ka mundësi me ardhë edhe pak përpara se kemi hapësinë, kemi vend? Allahu Akbar, la والحمد لله كثيرا. الله أكبر ما كبر المكبرون. الله أكبر ما لبي الملبيون. الله أكبر ما اجتمعت أجناس المسلمين في بيت الله الحرام. الله أكبر ما ضج الحج بالدعاء على عرفات. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض له الحمد في الدنيا والآخرة إذ يقول في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وكبره تكبيرا. جعل يوم العيد لمن حج وذبح لله تعالى ومنه قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا هدانا بنور الإسلام وأيدنا بالنصرة في كل الأوقات والأزمان. يقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد يقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dita e begatë e Kurban Bajramit është sot dhe kjo ditë manifeston në vetvete tolerancën dhe vetbesimin tek njerëzit. Shpirti i Kurban Bajramit është padyshim përkthimi më i mirë në realitetin e jetuar. I sinqeritetit në marrëdhëniet me Zotin e Gjithësisë, ai përcjell me shumë forcë dashurinë për uljen dhe nënshtrimin e njeriu ndaj Zotit xhallashanhu dhe ndaj urdhrave të tij hyjnor. Dita e Kurban Bajramit padyshim është ditë e reflektimit dhe fest për të kthyer me zemër nga Zoti xhallashanhu. Ajo është një ditë për të menduar për vetveten, rreth vetvetes dhe për te vetvetes së njeriu. Është ditë në të cilën jemi të ftuar të kontrollojmë besimin ton dhe të gjejmë dashurinë e Zotit në mendimet, ndjenjat dhe veprat dhe sjelljet tona ndaj të tjerëve. Festa e Kurban Bajramit
është kremtim i kryerjes së shtyllës së fundit të Islamit, kryerjes së haxhit, që njëherët është tubim i muslimanëve nga të gjitha anët e botës në vendet e shenjta, në mesin e tyre edhe haxhinit nga vendet tona. Kjo është festë e madhe për shoqërinë islame, nga se shumë besimtarë musliman tani po kryen haxhin, i cili është kongresi më i madh në rrezullin toksor, e që është ndërlidhur ngushtë me përfundimin e shpalljes synore fjalës së përkryer të Allahut xhallashanhu. Zbritja e ajetit të fundit nga Allahu xhallashanhu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dinan, ka ndodhur pikërisht në ditën e Arafatit, ditën kur haxhinit të bëhen në fushën e Arafatit. Dhe prandaj kjo ditë e sotit është festë, për shkak se në këtë ditë është përmbyll feja e Allahut xhallashanhu. Derisa përmes ibadetit të haxhit dëshmohet lartësimi ndaj Allahut xhallashanhu dhe përkushtimin ndaj tij, kjo festë në të cilën filloj me tekbire, pra duke e lartësuar dhe duke e madhruar Allahun xhallashanhu, mundson që përmes qurbanit të mësojmë ndjenjat e solidarizimit me të gjithë ata që kanë nevojë në rrethin ku ne jetojmë. Allahu xhallashanhu përmes Kur'anit famlar na drejtohet me fjalët: thuaj, namazi im, qurbani im, jeta ime, vdekja ime janë thjesht për Allahun xhallashanhu. Ndërsa në ajetin tjetër thot Allahu xhallashanhu: o ju njerëz, vërtet ne ju kemi krijuar juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëm popull e fise për ta njohur njëri tjetrin. Lutim Allahun xhallashanhu që neve të na pranoj adhurimet që kemi bërë, ata që kanë shkuar në haxh, lutim Allahun xhallashanhu ta pranoj haxhin prej tyre. Lutim Allahun xhallashanhu që këtë ditë gëzimi, këtë ditë festë ta bëj vërtet festë mesin ton, ta përfundojmë ashtu si ka hije një besimtarit. Lutim Allahun xhallashanhu që gëzimi të shpërndahet në mbar botën islame. Lutim Allahun xhallashanhu që këtë ditë feste Allahu xhallashanhu të mundsoj që çdo njeri ta shijojë ëmbëlsinë e saj. Për fund, Allahu xhallashanhu inshallah ja u pranoj veprat e juve. Allahu xhallashanhu e bën inshallah e bën të begat këtë ditë juve urime festa e Kurban Bayramit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la عباد الله اعلموا أن الله صلى على نبيكم قديما ولم يزل سبحانه وتعالى قائلا آمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Raise your hands and pray. Guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the
Gözüm şurada,